Përshëndetje nxënës. Unë jam mësuesja Valdeta Alia, punoj në shkollën fillore Kirili dhe Metodi. Do të shoqërohemi së bashku në minutat në vijim për të shtjelluar një temë nga lënda e matematikës. Si njësi mësimore për sot zgjodhëm njësinë 1/4 e grupit. Nga një grup të caktuar sendesh, ne mund të formojmë shumë grupe të barabarta. Mund të formojmë 2, 3, 4, 5, 6 e kështu me radhë, po për sot ne zgjodhëm të formojmë 4 grupe të barabarta. Këtu kemi një grup me 4 lule. Tani do të ndajmë lulet në 4 grupe më të vogla dhe do të shohim se nga sa lule do të ketë në secilin grup. Ja pra, këtu kemi ndarë lulet në 4 grupe dhe secili grup ka nga një lule. Numri i luleve në secilin grup të vogël është 1/4 e numrit të luleve nga grupi i madh. Le ta ilustrojmë dhe ta paraqesim tani 1/4 e grupit të mollëve. Kur një tërësi do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta, themi se njëra pjesë është 1/4 e grupit. Të shohim tani se si do t'i ndajmë mollët, të cilat janë 8, si do t'i ndajmë në 4 grupe në mënyrë të barabartë. Fillimisht në secilin grup do të vendosim nga 2 mollë. Ja pra, në 4 grupet ne kemi vendosur nga 2 mollë dhe themi se 8 mollë i ndajmë në 4 grupe. Atëherë, secili grup do të ketë nga 2 mollë. Pra, 1/4 e 8-ës është 2. Pra, këtë e treguam me ndihmën e thyesës 1/4, që do të thotë se 2 është njëra pjesë e mollëve të ndara në 4 grupe. Le të paraqesim tani 1/4 e grupit të dredhësave. Mos e harrojmë, këtë do ta përsërisim edhe një herë. Kur një tërësi do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta, themi se njëra pjesë është 1/4. Të ndajmë tani dredhësat në 4 grupe të barabarta. Mos harroj të tregoj se gjithsejt kemi 16 dredhësa. Dredhësat një nga një i vendosin në pjatat. Duhet të kemi kujdes që në secilin grup të kemi numër të njëjtë të dredhësave. Pra, 16 dredhësa i ndam në 4 grupe. Secili grup ka nga 4 dredhësa. Pra, 1/4 e 16-ës tani më është 4. Le të vazhdojmë të ilustrojmë këtë edhe me një shembull tjetër, ku do të ndajmë 12 lapsa mbi fletët që i shihni në fotografi. Përsërisim. Kur diçka do të ndajmë në 4 pjesë të barabarta, themi se njëra pjesë është 1/4. Fillojmë me ndarjen e lapsave nëpër fletë. Tani ndarjen do ta bëjmë duke vendosur një nga një lapsat mbi fletë, njëherë mbi secilën fletë vetëm nga një, pastaj vazhdojmë me lapsat e dytë, derisa të na harxhohen të gjithë lapsat.
Ja pra tani më ne I harxuam lapsat dhe gjithsej 12 lapsa I ndam në 4 grupe dhe mbi secilin grup, mbi secilën flet, vendosëm nga 3 lapsa. Pra, themi 1/4 e 12-ës është 3. Për të përsëritur këtë që e mësuam dhe për të parë se kjo mund të bëhet shumë lehtë në praktik me sendet që I kemi në shtëpi, është mirë që së bashku me prindërit të bëni një aktivitet praktik. Fillimisht merrni 4 gota dhe sende të tjera sipas dëshirës. Ato mund të jenë në numër 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ose 40, dhe ato mund të jenë lapsa, fasule, luk, fyshta, çkado që ju ndodhet pranë. Këto do filloni t'i vendosni me radhë një nga një në secilën gotë. Do vazhdoni të vendosni derisa t'i harxhoni të gjitha sendet. Numroni sa sende keni në njërën gotë. Ajo do të jetë 1/4 e grupit të sendeve që keni zgjedhur ju. Tani, është mirë të ndiqni shembullin tim që t'ju vi më lehtë që të njëjtën ta bëni praktikisht në shtëpi. Unë këtu kam 4 gota dhe në to do të vendos fyshta. Fillimisht, në secilën gotë do të vendos vetëm nga një fyshtë. 1 te gota e parë, 1 te dyta, 1 te treta dhe 1 te katërta. Do vazhdoj me fyshtat të tjera. Vendosi edhe fyshtat e dyta. Vazhdoj, kam ende fyshta për t'i mbaruar të gjitha nga grupi që I zgjodha. Dhe ja, mua më harxuan fyshtat dhe në 4 grupe vendosa numër të njëjtë të tyre. Tani të numroj sa fyshta kam vetëm në njërën gotë. Vetëm në njërën gotë kam 1, 2, 3 fyshta, që do të thotë se 1/4 e 12-ës qënë ka 3. Besoj se ky aktivitet është shumë I lehtë për të bërë dhe nga ky do të mësoni edhe më tepër. Besoj se tani e keni më të lehtë të gjeni 1/4 e një grupi të caktuar. Kaq për sot, ju uroj shëndet të mirë dhe mësim të mbar.